Numri i fëmijëve sirian të cilët duhet të largohen menjëherë nga Siria ka arritur 1 milion, një moment ky historike i turpshëm për Sirinë. Agjencia e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjat dhe UNICEF kanë deklaruar se edhe 2 milion fëmijë të tjerë janë zhvendosur brenda vendit. Organizata e Kombeve të Bashkuara thotë se fëmijët tani përbëjnë gjysmën e të gjithë refugjatëve që largohen nga Siria. Rreth 3/4 e këtyre fëmijëve janë në moshën 11 vjeç. Drejtori ekzekutiv i UNICEF, Antonio Lake, deklaroi se rinia siriane është duke mbajtur peshën kryesore të luftës, e cila deri më tani ka marrë jetën e 7.000 fëmijëve në mesin e 100.000 viktimave, që besohet se janë vrarë gjatë luftës në të vend. Ne të gjithë duhet të ndajmë turpin, sepse edhe pse punojmë që të lehtësojmë vuajtjet e atyre që janë prekur nga kriza, komuniteti global ka dështuar në përgjegjësinë e tij ndaj këtyre fëmijëve, tha ai. Ndërkohë, komisioneri i lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, Antonio Gutierrez, tha se rinia e Sirisë po humbet shtëpitë, familjarët dhe të ardhmen e tyre. Edhe pse ata kanë kaluar kufirin për siguri, ata janë të traumatizuar në nevojë për shpresë, tha ai. Ata shpesh janë rekrutuar si luftar, diçka që është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, ka thënë Agjencia e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, UNICEF dhe Fondi për Fëmijë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara.